Pjesën e parë, si të duk Franca deri tani? Franca është ekipi fort edhe na kur e bënëm analizën e Francës se diskutum aty që pak skuadrat kanë marrë një lloj mënyre të lojës se si luhet kundër Francës prej Paraguajt, që nëse mbrosh fell Vetëm se nuk po luan aq ashpër sa Paraguaj. nuk po luajnë edhe but, jo aq ashpër, po janë ma korrekt të ndërhyrjet në suazat sportive. Një tranzicion e pati Franca, edhe aty e morë Mbappe penaltin. Do me thonë, njëherë këta Maroku dul për para, edhe pavarësisht se sa mundohesh me rujt ekuilibrat kundër Francës, është e pamundën sepse nëse kundërshtari e ka një lojtar shpejt, disi e pariron. Nëse i ka 2, prap. Po nëse i ka 4, në sul, është e pamundën. Edhe aty Mbappe morë penaltin. Si të duk gjuajtja? Gjuajtja e penaltis. Po më shkojnë nerva, do me thonë, me këto gjuajtje, do me thonë. Me thonë drejtën Granit Xhaka ju ka dhonë leksion si gjuhet penaltia. E ka gjujt fort. Trajner, a është puna e presionit psikologjik, që krejt lojtarët më të mirë, do me thonë, bot po i humbin penaltit, është? Është edhe presioni psikologjik, po është nuk diskutohet, po është edhe mënyra se si pi gjujnë ata. Une nuk pajtona me këtë mënyrën që po nalen të topi. Se në moment që ata nalen të topi edhe portieri i pret, portieri është në përparsi. Më thonë këta me spjegu për publikun. Ata nalen me qëllim që portieri me shkunje në non. Edhe këta portierat e sotit pi analizojnë. Në moment që ata pedin që ka me shutu Mbappe, Messi, këta filmat gjitë, ata s'po lëvizin. Për që ata pi upin këta penalat. Po, Mbappe ishte